Seanca e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për ankesat e partive politike për raundin e parë të procesit zgjedhor sot ka filluar me debat mes anëtarit të këtij komisioni nga PDSH-ja Bedredin Ibrahimi dhe Subi Jakupi nga BDI-ja. Bedredin Ibrahimi kërkojnë nga anëtarët e KSZ-s në bazë të ankesave të vendoset parti pas partije, pa dallim se në çfarë kohe është parashtruar. Ai për këtë ka përmendur faktin se në Çajir PDSH-ja konteston tërë procesin zgjedhor në këtë komunë. Në komunën e Çajirit ka keqpërdorime, ka patur falsifikim klasik dhe nuk e kam të qartë se pse ky kundërshtim, në bazë të cilit princip, tha Ibrahimi. Propozimi i tij është kundërshtuar nga Subi Jakupi, përfaqësuesi i BDI-s, i cili kërkoi të vendoset në mënyrë të veçantë ankesë pas ankese dhe sipas kohës që kanë arritur ata në KSZ. Ndërkaq që ankesat e VMRO-DPMNE-s të parashtruara në KSZ nuk do të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve lokale në komunën e Kërçovës. Fatmir Dehari mbetet kryetari i komunës së Kërçovës, pavarësisht se çfarë do të vendos Komisioni Shtetëror Zgjedhor lidhur me dy ankesat e VMRO-DPMNE-s. Partia e kryeministrit Gruevski në Kërçovë është ankuar për parregullsi në dy vendvotime. Sipas nënkryetarit të KSZ-s, edhe sikur të pranohen ankesat e VMRO-DPMNE-s, rezultati nuk do të ndryshojë për shkak se numri votuesve në këto dy vendvotime është më i vogël se sa dallimi në vota mes dy kandidatëve. Kur grumbullohet e gjithë numri i votuesve, që është 1990 votues, kurse diferenca e kryetarit të komunës me atë të cilën ka fituar është 2330 vota, atëherë nuk ndikon edhe në rezultat, edhe pse përket asaj që unë i pash, këtu nuk ka edhe argumente të fuqishme për ndonjë çështje të parregullsive në këto zgjedhje, në këto dy vendvotime, që do të thotë se për çdo epilog që do të kenë këto kundërshtime nuk ndikojnë edhe në rezultat. Në Komisionin Shtetëror Zgjedhor janë parashtruar gjithsejt 428 ankesa lidhur me zgjedhjet lokale. LSDM-ja ka dorëzuar numrin më të madh prej tyre, ndërsa VMRO-DPMNE, përveç për Kërçovën, ankesa ka dorëzuar edhe për komunën e Strumicës. PDSH-ja është ankuar për parregullsi të zgjedhjeve në Çajir, Dollnen dhe Likovë, ndërsa RDK-ja ka vetëm një parashtresë edhe atë për komunën e Gosivarit. BDI-ja nuk ka shfrytzuar të drejtën për ankesë dhe nuk ka dorëzuar asnjë kundërshtim në afatin e parapar. KSZ-ja në 48 orët e ardhshme është e obliguar që të vendosë për të gjitha ankesat, ndërsa ndaj vendimit të tyre partitë mund të dërgojnë padi në gjykatën administrative. Ndryshe, bazuar në rezultatet e para pa vendimin e KSZ-s për ankesat, raund të dytë zgjedhjesh do të ketë në 33 komuna dhe qytetin e Shkupit, ndërsa në 51 komuna fituesi është vendosur në rrethin e parë.